As projekti për rehabilitimin e burimit të ujit të ftohtë, i cili krye pa kohë më parë, nuk ka mundur ta mbrojë këtë burim nga mbetjet inerte. Simboli historik dhe social i Vlorës është tek-mbushur sërish nga inertet, të cilat vijnë nga deti, por sipas qytetarëve mund edhe të jenë hedhur aty. Qytetarët thonë se në këto kushte, kur burimi është i zënë nga inertet, e kanë të vështirë të mbushin ujë. Për ta ky burim është mjaft i rëndësishëm pasi sigurojnë për familjet e tyre ujin, të cilin nuk mund ta blejnë. Qytetarët kërkojnë që ky burim të pastrohet nga inertet dhe aty të ndërmerret një projekt i mirëfillt për rehabilitimin e tij. Dy pleq me dy pensione të vogla dhe do mbushim ujë se nuk kemi lek ta blejmë. S'na del pensioni. Pensionist dhe për buk, lëre për gjë, e për ilaç që nuk le. Ky burim e bile këtë na i zum pa gjë. Na i bllokuan këtu. Nuk e di. Se unë gjej vojtë ti fjala vini më makina aty dhe ti një të marrë dhe merre i të rrugë. Ky zhavori këtu ka përfunduar nga deti apo jo? Jo, e mbushën këtë se ky u grye. Po normale ky burim vi që nasip normali ka qenë ky. Jo, duhet pastruar nga këto inertet? Po normale duhet pastruar, po fajin e kemi edhe këtë. Te burimi i ujit të ftohtë në Vlorë, krahas qytetarëve mbushin ujë edhe shtetas të huaj. Takojmë aty sot një shtetas amerikan i cili prej një viti ka lënë Floridën dhe jeton në Vlorë. Ai tregon se vjen çdo ditë dhe se për veten dhe 200 e tij e konsumon këtë ujë. Për të, uji është një cilësi e shumë të mirë. I was very cautious and I was a little scared because I was like, well, it looked random. Në fillim nuk isha i sigurt, por pash shumë të moshuar që mbushin ujë dhe mendova se përderisa ata e përdorin prej kohësh këtë burim, atëherë duhet jetë një vend i sigurt për të mbushur ujë. Tani vi çdo ditë të mbush ujë kur shëtis qenë mi. Uji është shumë i mirë, plot me minerale dhe vjen direkt nga malet. Kam rreth 6 muaj që pi nga ky ujë. Unë vi nga Florida dhe prej një viti jetoj në Vlorë. Jam i dashuruar me Vlorën. Ndërkohë, kam rreth 6 muaj që mbush ujë këtu dhe mund të them se është vërtet shumë i mirë. Burimi te uji i ftohtë është vendi ku çdo ditë me qindra qytetarë të Vlorës, por dhe të huaj që nuk kanë ujë të mjaftueshëm në shtëpi, vinë në këtë burim për të mbushur ujë për nevojat e tyre familjare.